të larta. Ju thatë pak më parë se ai që përfiton më së shumti nga e gjithë kjo histori është Vučić. Sigurisht që Po aludoni që ka një marrëveshje underground me Kurtit dhe Vučićit? Jo, nuk duhet të aludoj këtë, as nuk duhet të mendoj këtë. Unë mendoj që mbase në mënyrë pavetdijshme, majoranca Albin Kurtit ka vrarë veten dhe i ka bërë një dëm Kosovës. Kush përfiton që Vjosa Osmani mos jetë përfaqësuesja e Kosovës, po pse edhe shqiptarisë në ndërkombëtare? Vučić është nga miqtë kryesor të Kosovës. Vjosa Osmani theu bllokadën e njojeve ka Vučić. 4 njohje të rëndësishme, ajo Siris një jashtëzakonisht e rëndësishme. Vjosa Osmani me takime sekretarin Rubio nisën projektin e një bashkëpunimi SBA, Departamenti i Shtetit, Presidenti i Kosovës, për rreth 20 njohje të reja. Kjo është gjë që sigurisht është marrë vesh. Si nuk përfiton Vučić kur bllokohet një njeri i tillë. Po dole edhe nga tjetër pastaj. Kush do përfaqësoj zërin e shqiptarëve në Ballkan? Një Albin Kurti, unë ja thash kam qenë mbështetës simpatizant, por që shkon në këtë kulturë vetë izoluese, apo kush do flasë me shqiptarëve? Një kryeministër si Rama, që do t'i ngrenë dosjet e hajdutëve dhe gjithë shpurës së një majorancë totalisht e korruptuar. Kush përfiton nga këto histori? Po themi edhe në planin e brendshëm, kush përfiton nga këto histori? I vetmi zë që shpikaste, që shndrinte, po jo vetëm për Kosovën, por për krejt çështën shqiptare, ishte Vjosa Osmani. Dhe Vjosa Osmani goditet. Prandaj u them ishte një plan për ta eliminuar. Nuk ishte një aksident. Ka kontribut Shqipëria këtu në këtë histori? Unë mendoj të fshet ka, me eliminimin e Vjosa Osmanit, po. Edhe nga Shqipëria ka një dorë. Ka një dorë që koha do e tregojë se cila ishte dora. Për të eliminuar një njeri që në distancë dallonte me përfaqësimin ndërkombëtar të çdo përfaqësuesi diplomatik nga Tirana. Dhe këtu keni parasysh dhe bordin e paqes, pa diskutim besoj. Sigurisht bordin e paqes, po edhe shumë të tjera. Unë kam qenë dëshmitar i shumë rasteve dhe ishte distancë, diferenca e trajtimit të Afrisë së Vjosës me kudo që vinte qoftë nga Tirana zyrtare. E sigurisht kjo bezdiste pastaj edhe këta të Tiranës. Dhe mendoj që mund të jetë një kështu lojë kombinuar për të krijuar këtë atentat kundër pro-amerikanizmin në Kosovë, mendoj unë, dhe absolutisht paralizimin, përpjekjen për të eliminuar një njeri kaq me këtë akses kaq fuqishëm ndërkombëtar, edhe kaq i qartë nga pikpamja strategjike me SBA-n apo partnerët. Por sigurisht që koha do i ndihmojnë këto tezat mia, nëse janë teza apo të bazuara apo jo, na duan, ju thash, kjo është ndjesia ime. Kam element, por element të tjerë mendoj koha do të na shkërbej për ta qartësuar dhe unë, por dhe publiku. Por më besoni në fjalë,